Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, selamet dhe selavatet qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Jemi duke folur për veprat e zemrës, për adhurimet e zemrës, e me të vërtetë kur besimtari e rregullon zemrën e tij, i rregullohet e tërë jeta e tij, i rregullohet tërë fetaria e tij. Dhe këta ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në trupin e njeriu është një organ, është një copë mishi, që nëse ajo përmirësohet e tërë trupi. Nëse ajo prishet e tërë trupi. Është vendi ku Allahu i lartësuar shikon tek ne. Allahu nuk shikon në pamjet tona, nuk shikon në fizionomin tonë, në rrobat tona, në emnat tonë, mirë po shikon në zemrat tona, në devotshmërinë tonë dhe sa na i përkushtohemi Allahut të lartësuar. Dhe më radh jemi te njëra prej veprave më madhështore të zemrës. Një adhurim shumë i rëndësishëm i zemrës është durimi, apo ndryshe njihet sikurse sabri. Allah i lartësuar na ka treguar qysh në momentin kur vijim në këtë botë, qysh kur lindim, ne jemi në çdo hap të jetës tonë në vështirësi mas vështirësie. Allah i lartësuar për mos më na zënë në befasi, na ka treguar për gjendjen dhe për realitetin e jetës së kësaj bote, se është jetë e mundimeve, jetë e sprovave. Mirë, po nëse bëjmë sabër dhe durim në bindje ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij, shpërblimi është madhështor, është rahati, është lumturi e përjetshme, xhenetet e begata të cilat i ka përgatitur Allahu për të devotshmit. Allah i lartësuar thot: "Laqad khalaqna al-insana fi kabad", e kemi krijuar njeriu në vështirësi të njëpasnjëshme. Sa të vjen një vështirësi, vjen tjetra. Nuk ka ditë që ti nuk kalon në ndonjë vështirësi dhe në prova dhe në sprova të ndryshme. Nganjëherë mendon dikush se sprovat janë vetëm fatkeqësi që e godasin njeriu, smundje, apo vdekje të afërmeve, apo humbje të pasurisë. Sprovë është e tërë jeta, është një lloj provimi në të cilën ne hyjim dhe varet suksesi jon, a i bindemi Allahut apo nuk i bindemi Allahut. Sprovë është kur Allahu ty të begaton me të mira apo falënderon apo jo. Sprovë është edhe kur godet ndonjë smundje, qoftë ajo edhe një grip i vogël, sa po tregohesh durimtar apo jo, apo po shpreh paknatësi, po shpreh zemrim, po shpreh hidhrim ndaj Allahut të lartësuar dhe caktimit të tij. Të gjitha këto janë si reflektim i një vepre madhështore të zemrës, sabri dhe durimi. Dietarët kur e kanë përshkruar se çfarë i bën durimi, sabri, kanë thonë me pak fjalë, durimi është mi frenu vetveten, mi përmbajt vetveten, mi pas veten në kontroll, mi pas gjuhën në kontroll, mos me thënë fjalë të cilat Allahu nuk është i kënaqur, mos me shpreh rebelim ndaj Allahut të lartësuar, mos me bë veprime që shfaqin pa durim, që shfaqin rebelim ndaj Allahut të lartësuar, sikurse goditja kokës, goditja e faqeve, e fytyrës, apo shqyrja e rrobave nga mos durimi, nga pa mundësia mi frenu vetveten. Të gjitha këto veprime të cilat njeriu i bën kur e godet ndonjë sprovë, këto shfaqin se ai ka ngel në provimin e sabrit. Nuk e ka kaluar me sukses. Qysh është provimi me sukses? Kur besimtarin e godet ndonjë sprovë, Allahu i lartësuar na ka thënë që duhet të themi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Tek Allahu do të kthehemi. Kjo është ai suksesi fillestar të cilin duhet ta themi qysh në fillim. Disa dietarë tjerë kanë thënë durimi përkufizohet edhe sikurse vetë përmbajtje, frenim i vetes, që mos me shku pas epsheve dhe pas knatësiveve të ndaluara, po ashtu detyrim i vetvetes me kry obligime, farze, të cilat nefsi, shpirti, nuk i dëshiron, i priton, nuk i vijin shumë me qef. Edhe kjo është lloji i sabrit. Pra e përmban vetveten nga të ndaluarat dhe e ja imponon vetvetes mi kry disa obligime. Edhe kjo është prej sabrit. Dhe kanë thënë me një fjalë, përmbajtja e vetvetes, vetkontrolla e vetvetes në harmoni me shpalljen e Allahut të lartësuar dhe me mendjen. Me pak fjalë, kjo është sabri.
Me pak fjalë, kjo është sabri. Gjithë ato çfarë i tham, hyjnë te përkufizimi i sabrit. Sabri, durimi, Allah i lartësuar ka përmend në Kur'an në 70 vende. Disa dietar kanë thënë në 90 vende. E kur një gjë përmendet shumë Hamza në Kur'an, tregon për vlerën e saj. Sa më shumë që Allah i lartësuar përmend një gjë në Kur'an, kjo tregon për peshën madhështore e ka kjo në fenë e Allahut, në peshorën tek Allahu i lartësuar. Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." O ju që keni besuar, na thirrën në emër të gjës më të çmuar që kemi, në emër të besimit. Ista'inu, kërkoni ndihmën prej Allahut, bis-sabri was-salat, përmes durimit dhe namazit. Inna Allaha ma'as-sabirin. Allahu është me durimtarët. Pastaj Allahu i lartësuar me një ajet tjetër i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Fasbir ala ma yaqulun." Bë sabër, tregohu i vetë përmbajtur. Frenoje vetveten, tregohu durim madh. Ala ma yaqulun, ndaj asaj çfarë njerëzit i thonë, ndaj fjalëve të njerëzve. Wasabbih bihamdi rabbik, dhe lartësoje emrin e Zotit tënd, qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, para se me lind dielli dhe para se me perëndu dielli. Wa ana al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda, dhe përmende Allahun në pjesët e natës dhe në skajet e ditës në mënyrë që të arrish kënaqësinë e Allahut. Pra sabri është përmendur në Kur'an në shumë vende. Dhe kjo është përmendur që ne të marrim mësim dhe të stolisemi me këtë virtyt të lartë dhe të aktivizojmë këtë adhurim madhështor të zemrës që të arrijmë një shpërblim të cilën Allahu i lartësuar e ka përgatitur vetëm për durimtarët. Të gjitha veprat pothuajse e kanë një shpërblim të caktuar. Për shembull, kush lexon Kur'an, për çdo shkron i ka nga 10 sevape. Apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk po them që alif lam mim janë një shkron, po alif një shkron, lam një shkron, mim një shkron. Dhe për secilën Allahu i lartësuar na shpërblen me nga 10 sevape. Kjo është një prej shpërblimeve, apo shpërblime të tjera të cilat Allahu i lartësuar i ka përgatitur për besimtarët e tij që e kryejnë namazin. Mirë, po është një adhurim madhështor, të cilën Allahu i lartësuar shpërblimin për to e kalon pa limit. Allahu thot: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Me të vërtetë durimtarëve do t'ju jepet shpërblim pa kufi. Pa limit. Nuk ka mas që e matë shpërblimin të cilin Allahu i lartësuar ja u përgatit durimtarëve. Madje, kur besimtari ka ardhur në hadithat të sakta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merret njeriu që ka vujtur mas shumti në jetën e kësaj bote. Që ka vujt mas shumti, është sprovu mas shumti në trupin e tij, në shëndetin e tij, në familjen e tij. Sprovat më të rënda që i ka pas, qofshin ato fizike apo psiqike. Edhe zhytet një zhytje në xhenet. Dhe i thuhet: "A ki hek ndonjëherë? A ki vujt ndonjëherë?" Thot: "Kur o Zot? Kreti ka harru, kreti harron." Allah i lartësuar për durimtarët ka përgatitur shpërblim pa kufi. Allah i lartësuar din se çfarë shpërblimi ai mund të jetë pa kufi. Kur Allahu thot pa kufi, nuk mundet të marr mendja me mend se sa i madh do të jetë shpërblimi. Allahu thot: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab", pa mas, pa kufi. Prandaj edhe agjërusi hyn të ky shpërblim. Se është një lloj vetëpërmbajtje, është një farë lloj sabrit të cilën agjërusi e bën. Qysh duron agjërusi? Ha Jusuf. Po tash për shembull, mundet mu edhe me hongër. Duron nuk hën. Domethënë durimi shfaqet duke ju bindë Allahut në respektimin e agjërimit. Apo është një farë lloj frenimi të cilën e bën. Prandaj edhe dietarët kanë thonë agjërusi i ngjan durimtarit, se duron etje, pije dhe nga marrëdhëniet intime. Po, edhe e merr shpërblimin pa kufi. Pra ata ka ardhur në hadithin qudsi: "Innahu li wa ana ajzi bi", agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për to. Unë shpërblej për to. Kur Allahu i lartësuar thot unë shpërblej për to, mund ta marrësh në mend se çfarë shpërblimi madhështor është. Ndërkohë që të gjitha depot e tokës dhe qiejve janë në dorë të Allahut. Allahu është sunduesi i ditës së gjykimit, sunduesi i çdo gjëje, krijuesi i çdo gjëje. Kur Allahu të thot unë të shpërblej, është shpërblimi madhështor. Nuk është shpërblim sikurse ne që ja shpërblejmë njëri tjetrin. Nuk është shpërblim një dhuratë shumë e thjeshtë modeste.
Është shpërblim madhështor kur Allahu të premton. S'ka numër që mundet me mat. Prandaj Allahu i lartësuar na thot: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Durimtarëve ju jepet shpërblim madhështor. Vetëm këtë ajet nëse e marrim sot, ka dersi sotit, kish më na mjaftu që na me qenë më durimtar se sa që ishim para këtij dersi. Pastaj ka edhe ajete tjera kur Allahu i lartësuar na tregon: "Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." Dhe bëni sabër, nga sa Allahu është me durimtarët. Vetëm mi fitu për krahjen e Allahut, që Allahu me qenë me ty, ti duke qenë durimtar, ja vlen që na mi nxit njëri tjetrin me sabër. Pastaj Allahu i lartësuar thot: "Ulaika alehim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Ata të cilët bojnë sabër dhe kur i godet ndonjë sprovë thojnë: "Te Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi." Shpërblimi për ta është: "Ulaika alehim salawatun min rabbihim wa rahmah." Lavdërime prej Zotit të tyre dhe mëshirë. Wa ulaika humul muhtadun, ata janë të udhëzuarit. Allah i lartësuar po i përzgjedh me udhëzim durimtarët të cilët kur i godet ndonjë sprovë, ndonjë fatkeqësi, i binden Allahut dhe ja atribojnë vetveten e tyre. Vetveten e tyre ja atribojnë Allahut, nga se nuk kanë shpëtim tjetër përveç se prej Allahut, tek Allahu. Janë të Allahut dhe tek Allahu do të kthehen. Allahu i lartësuar po tregon për këtë shpërblim madhështor që e ka përgatit. Pastaj Allahu i lartësuar na thot, duke e lidhur ngushtë se kush bën sabër do të shpëtoj. Kush bën sabër do të shpëtoj. Ju kujtohet hadithi të cilën e kemi përmendur në ligjëratën e kaluar, në lidhje me rrethimin e xhenetit dhe xhehenamit. Kur tham që Allahu i lartësuar kur e ka kriju xhenetin e xhehenamin, e ka thirrë Xhibrilin, apo ju kujtohet që xhenetin e ka rrethu me vështirësi dhe me sprova, ndërsa xhehenamin e ka rrethu me epshe dhe me ëndje, me kënaqësi të ndaluara. Nëse ti bën sabër, që mi të i kalu që ato vështirësi, dhe bën sabër nuk i afrohesh ato në kënaqësive, shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe përfundon në xhenet. Dhe Allahu i lartësuar na thot: "Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." O besimtar, bëhuni të durueshëm, nxitni njëri tjetrin në bodërim dhe bëhuni të vendosur, mos u bani të luhatshëm, u bëhi stabil, të palëkundur. Dhe kijeni frikë Allahun që të shpëtoni. Pra sabri ta sjellë në fund si rezultat shpëtimin. Shpëtimin prej kuj? Shpëtimin prej xhehenemit dhe fitimin e xhenetit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër na ka treguar: "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa' min as-sabr." Nuk i është dhënë dikujt ndonjë mirësi, ndonjë begati më e madhe dhe më e vlefshme se sa sabri. Po ashtu me një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "As-salatu nur", namazi është dritë. "Was-sadaqa burhan", lëmosha sadaka është dëshmi, është provë. "Was-sabru diya", dhe sabri është ndriçues, shëndritës. Nuk është veç dritë për veti, po ju bën edhe dritë të tjerëve. "Wal-Qur'anu hujjatun lak aw alayk", dhe Kurani është argument për ty ose kundër teje. Nëse vesim, dikush mund të pyet, çfarë gjykimi ka sabri? A është çështje nafile, muj me bo sabër, muj mos me bo sabër? Sabri, vëllezër të dashur, i ka 5 dispozitat. Mund të jetë obligative. Qysh mund të jetë obligative, Muhammed? Po. Sabri është obligativ që ti mi fal namazin, se namazi është obligativ. Pra sabër ti ja imponon vetvetes, mu çu më marr avdes dhe mu fal. Mi u nënshtru Allahut, që kjo është pe sabrit. E detyron vetveten mi kry një veprim. Që kjo është një farlloj vet imponimi, vet përmbajtje. Sabër, mi u nënshtru Allahut të lartësuar. Tjetër obligative ka mundësi më konë Omer, që më rujt nga një haram. Nuk i afrohesh haramit dhe bën sabër dhe duron. E kontrollon vetveten, e franon vetveten. Shpirti ka qef me shku ka harami, po ti i thu, nalu, është e ndaluar. Që kjo, nalu, ku i thu vetvetes, nalu, që tu s'bën me shku, që ta s'bën me ngu, që ta s'bën me prek, që ta s'bën me fol, që kjo vetë përmbajtje, është nga sabri i obliguar. Pastaj kemi të pëlqyer, kemi sabër të ndaluar. Qysh për shembull sabër të ndaluar? Ka mundësi më konë herë sabri harama?
Qysh? Nëse namazin e lem këne bën sabër për gjëka tjetër që me ndalu rrepin e mirë. Jo, që për shembull një sabër i ndaluar është shumë e thjeshtë. Mi duru dhimbt, për shembull me të hongër një gjarpër. Thonë unë i duroj dhimbt. Të han gjarpri, të helmon. Do thonë unë i duroj dhimbt. Të han gjarpri, të helmon edhe vdek. Kjo është sabër i ndaluar, kështu s'bën apo sabër, tu duhet me ikë pi gjarprit. Apo? Diçka që të shkakton dëm. Do thonë unë du me bo sabër, s'du me hongër as me pi. Du me qu veten në shkatrim. Kjo është sabër haram. S'bën me bo sabër kështu. Dush me hongër, dush me pi, mi majt veten gjallë. A është e qartë? Po ashtu për shembull ka sabër tjetër që është i pëlqyer. Për shembull ti ruhesh nga gjërat që janë me kru dhe e nxit veten ti bësh gjërat që janë të pëlqyeshme. Edhe kjo është prej sabrit të pëlqyer. Edhe kështu me radhë. Mirë, a ka kushte të caktuara sabri? Ka kushte. Sikurse namazja, ka kushte namazit që duhet më plotësu para se me hi në namaz. Cilat janë pikë kushteve të namazit? Kush ma thot njërin pikë kushteve të namazit? Hajde Hamza. Abdesi. Janë pikë kushteve që duhet mi plotësu para se me hi në namaz. Edhe te sabri janë disa kushte. Që mi pas në sabrin valid, mi pas sabrin e vlefshëm, duhet mi plotësu disa kushte. Për këtyre kushteve është e para, dhe para se gjithash, më koni sinqert. Allah i lartuar thot: "Wali rabbika fasbir." Dhe për hir të Allahut, sinqerisht për hir të Allahut duro. Dikush mund të duroj në synin, në shikimin e njerëzve. E godet ndonjë sprov, lëndohet, rrëzohet, vrahet, edhe nuk ka qef që tjertë mi kuptu që o ka i dhanë, duron. Ka qef mi abo qef njerëzve. Kjo është njet i përzirë. Qështë du të më konë njet i kryesor? Me qenë i knaqër, me caktimin e Allahut dhe me duru për hir të Allahut. Me shpresu shpërblimin tek Allahu. Për kuj po lyp shpërblim? Ha Omer, kemi thonë të sinqeriteti. Mi bo veprat për hir të Allahut dhe me lyp shpërblim vetëm prej Allahut. Mos me lyp dëshmitar tjetër përveç Allahun. Allahu na sheh dhe veprat i bëjmë të gjitha për hir të Allahut. Kështu arrim shpërblimin tek Allahu. Do të thonë kushti i parë, i bo sinqerisht për hir të Allahut. Kushti tjetër, ankesat mi ja shfaq Allahut dhe mi jo mi u anku për Allahun të njerëzit. Ka godit ndonjë sprov, ndonjë fatkeqësi, çto mundime, çto sprova, çto lëndime, çto grip, çto smundje që e ki, mi ja drejtu Allahut më së pari. Mi ja shfaq ankesat Allahut. E jo mu anku për caktimin e Allahut mu anku të njerëzit. Me thonë ku më gjeti bash mu, ku me shfaq, se kjo është shfaqje e paknatësisë ndaj caktimit të Allahut. Është një farë lloj rebelimi. Apo? Është një farë lloj shfaqje e paknatësisë me caktimin e Allahut. Allah thot: "Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." Ndodh që ju me urrej diçka, po është e mirë për juve. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ndodh që ju doni diçka, po është e keqe për juve. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah di kurse ju se dini. Për çdo gjë çka Allah e ka caktu, duhet me qenë të bindur se Allahu nuk cakton vetëm se hajër. E besimtari, kur i zbret mirësia, e falendron Allahun, ndërsa kur i zbret fatkeqësia dhe sprova, bën sabër dhe kjo është hajër për ta. Dhe kjo është vetëm për besimtarin. Kjo është vetëm për besimtarin. Kusht tjetër, përveç sinqeritetit, që ankesat t'ja shfaqim vetëm Allahut të lartësuar, është një e kushteve tjera që duhet të jetë sabri në kohën e vet. E keni pa, sikurse namazin, që e ka kohën e caktuar dhe sabri ka kohën e vet. Sabri duhet të jetë në goditjen e parë. A kemi një rast? E kemi një rast. Tregon Enes ibn Maliku, radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lej pranë një gruaje që çante te një varr. Dhe i tha: "O i robresh Allahut, ki frikë Allahun dhe duro, bëj sabër." Atëherë ajo i tha: "Largohu prej meje se ti nuk e din se çfarë fatkeqësie më ka godit mu. Nuk e din ti se çfarë sprovë më ka godit mu." Atëherë shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku i treguan kësaj grus se ai është Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shkoi dhe i tha, kërkoi falje se nuk kom njoft. Thot sabri është në goditjen e parë.
Tash, masi i ftof gjakrat, je pajtu, dashte, me zora me hatër, tash mo nuk ka sabër. Sabri është në goditjen e parë. Pra në momenti që të godet sprova, që atëherë me bo sabër. E jo kur kalojnë ditët e muajt, kur është që mos ka zgjidhje, s'ka ndryshe, që atëherë pajtohesh me caktimin e Zotit. Qusha sabri, Muhammed? Në goditjen e parë. Mirë, na përmendëm ankesën. Ankesa duhet t'ja shfaq vetëm Allah. Po për shembull nëse na shkojmë te mjeku dhe janë kohë mjekut që o kam dham dora, kam dham këmba, është e lejune kjo? Është e lejune. Është e lejune tek ai që mundet ty me të ndihmu. Po jo mi u shfaq me ankesa nëse të godet ndonjë lëndim apo ndonjë sprovë tek ata që s'kan mundësi me ndihmu. Çfarë dobi e kanë nëse ju kallzon ti këtë njerëz që je lënduar se kështu më radh? Pra ankesat dhe vujtjet tuaja ja shfaq ashtu qysh ka vepru Jakubi alayhis salam, i cili ka thënë ala inma ashku bathi wa huzni ila Allah wa alamu min Allah ma la ta'lamun. Unë brengën time, mërzin time ja paraqes vetëm Allahut të lartësuar dhe unë e di për Allahun ata çfarë ju nuk e dini. Mirë, a ka ndonjë fush të caktuar ku ne duhet me bo sabër? Fushat ku aplikohet ky adhurim i zemrës janë të shumta. Po duhet t'i përmendim 3 kryesorët dhe pastaj tjerat më të hollësishme. 3 kryesorët janë. Sabrin që duhet ta bëjmë në bindje ndaj urdhrave të Allahut. Sabrin që duhet ta tregojmë ti bindemi Allahut në urdhrat që na i ka bu. Pe urdhrave namazi, zakati, agjërimi i Ramazanit, kryerja e haxhit, respektimi i prindërve, bamirësia ndaj të tjerëve, ndihmimi ndaj të tjerëve, urdhërimi për punë të mira dhe ndalimi nga keqja. To janë të gjitha urdhra të cilat Allahu i lartuar na i ka bë në Kur'an apo përmes të dërguarit të tij. Kjo është sabri i parë. Sabri kategoria e dytë, të bësh sabër ta frenosh vetveten mos mi shkel haramet të cilat Allahu i lartuar na i ka vizatu kufit e harameve. Mos i afroni zinas, mos pini alkool, mos vjedhni, mos plaçkitni, mos gënjeni, mos përgojoni. Këto shka kanë urdhra, mos mi vepru. Sabri duhet mu aktivizu atë mos mi u afru këtë në harameve. Sabri tjetër, kategoria tretë, është kur të godet ndonjë caktim i Allahut, kur të përfshin ndonjë caktim i Allahut dhe zbret mbi ty, të bësh sabër dhe të durosh duke e ditë se çdo gjë çfarë Allahu i lartësuar e ka caktu, do të ndodh. Dhe këta e ka caktu 50.000 vite para se më kriju qejtët e toka. Madje, caktimet ti ka caktu në momentin që ti ke qenë hala në barkun e nënës tënde, kur ke qenë 4 muaj. Hala në bark, Allah i lartësuar ka dërgu një melek që mi shkru riskin, mi shkruaj gjatësien, mi shkrua është i lumtur apo i dëshpëruar fatzi e kështu me radhë. Gjitha këto na ndihmojnë neve që të tregohemi durimtar. Mirë, a ka në fushë tjetër ku ne duhet të bëjmë sabër? Po, të bëjmë sabër me njëri tjetrin. Të bëjmë sabër është një nga pisurave madhështore që përmendet sabrin e ta. E keni mësuar dhe të gjithë e dini përmendsh. Cila sure? Ku përmendet sabri? Surja Asr. Pasha kohën, wal asr, innal insana lafi khusr. I tërë njerëzimi është në humbje. Përveç kuj? Illa alladhina amanu wa amilu salihati, besojnë, bojnë vepra të mira, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ndihmohen ndërmjet veti që të bëjnë durim. E nxisin njëri tjetrin të bëjnë durim. Allah i lartësuar i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Bë sabër vetëm? Jo, bë sabër me ata, me sahabët. Ku i ka thonë? Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamber ka qenë i ndihmuar me shpallë, i ka thonë bë sabër me ata, me sahabët, të cilët e lartësojnë Allahun në mëngjesën e mbrëmje dhe synojnë kënaqësinë e Allahut. Ku del pa kjo? Del pa Omer që ti mi nxit Jusufin, Muhamedi mi nxit Shuaibin, Hamzen, me bo sabër që mi u bindë Allahut, me bo sabër me ardhë në ders, me bo sabër me falë namazin, me bo sabër me rujt nga haramet. Edhe kur ndokush ju thirr jashtë shoqërisë juve, me shku te ndonjë haram,
Të një vend ku Allahu nuk është i kënaqur me të, ju mi nxit një tjetrin. Thonë Allahu na sheh. Hajde, ta ruajmë fejen. Se jeta kësaj bote kalon shumë shpejt. E çto shka i veprojmë do t'i gjejmë tek Allahu. Hajde ta ndihmojmë, të shkojmë në xhami, mi nxit njëri tjetrin. Kjo është prej sabrave që më shumë ti praktikohet dhe zbatohet tek ju. Dhe ju më shumë ti keni nevojë për çit sabër. Pastaj kena nevojë për një sabër tjetër. Që mos sjell mirë me ata të cilët sjellen mirë, është shumë lehtë. Ai që sjellet mirë me ty, sjellesh ti mirë me ta. Kjo është mënyrë natyrshme. Po ku është prova? Mos sjell mirë me ata që sjellet keq me ty. Minimumi nuk bën me ia kthy me të keqe. E ma e mira, ma e preferuar është ajo të cilën Allahu i lartësuar ka thonë: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a", nuk barazohet e mira me të keqen. "Idfa' billati hiya ahsan", dhe ktheja, trajtoje me të mirë dhe me më të mirë veprimet e atij që t'i bën ty, që qysh trajton. Pra trajtoj të tjerët më mirë se qysh ai ty trajton, apo më mirë se ti që ki qef me të trajtu dikush. Dhe Allah thot: "Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Çka ndryshon ky raport nëse ti e trajton me më të mirën tënde? Edhe në bo me pas armiqësi me ta, ai kthehet dhe bëhet miku më i mirë dhe më i ngushtë i joti. Po ashtu, një tjetër çfarë duhet të tregojmë sabër është në thirrjen e të tjerëve. Kur i ftojmë të tjerët në Islam, duhet të bëhemi sabër shumë. Jashtëzakonisht shumë. Kur t'i ftojmë shokët e klasës, apo të afërmit, apo vllaun apo motrën, kur t'i ftojmë në Islam, duhet të bëjmë sabër. Dhe jo më thonë, ty s'po ta ndin, veç mu ma ndin për Allahun. Ty, po me thonë në fjalë keqe të rrezikshme, është ndaluar. Për shembull, më thonë, ty Allah nuk të zën. Allahu na ruaj. Mëshira është në dorë të Allahut. Allahu e udhëzon këtë doj ai. E jona është mi marrë të gjitha shkaqet dhe sebepet që mos të tjerët. Edhe nëse na përqeshin, edhe nëse na lëndojnë, edhe nëse na sjellën keq me neve. E dini çka na ndihmon që mi praktiku këtë sabër, këtë lloj sabrit, është ndodhia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Masi që e përzojnë banorët e Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lyp persona që i ndihmojnë. Pe atyre ndihmesave që i ka kërku, ka shku në Taif. Kur ka shku në Taif, një qytet që është jo larg shumë prej Mekës, diku 80 kilometra, banorët e Taifit i kanë qitë fëmijët e tyre që mi gjujt me gur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kanë refuzu, e kanë ofendu dhe e kanë maltretu, duke e maltretu fizikisht, po edhe psikikisht. I ka thonë s'ki vënd ti të na, e kanë shajt qysh e kanë shajt dhe e kanë përzon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që kjo ka qenë dita ime ma rënd. Ka bo sabër. Ku vret sabri? Sabri që nuk ju ka hakmar. 60 kilometra ka hec, i shqetsun, i tensionun, i stresun, i mërzitën jashtëzakonisht shumë. Sa që ka ardhur Xhibrili alayhis salam me melekun e kodrave. Dhe i ka thonë: "O Rasulullah, ky është meleku i kodrave. A don që mi bashku këto dy kodrat ndaj banorëve të Mekës?" Ka thonë: "Jo, se na shtat shpresoj tek Allahu që do të dalim mbi tyre pas ardhes të cilët do të adhurojnë Allahun." Dhe ashtu ka ndodhur. Kanë dalë dhe dalin nga pas ardhësit e arabëve në Mekë, në Taif, në Medinë, e në të gjitha ato vende, besimtarë të cilët e adhurojnë Allahun e lartësuar. Metoda se qysh duhet të lisemi me këtë moral të sabrit dhe për frytet e sabrit dhe rezultatet e tij, shpresojmë që inshallah do të flasim në dersin e radhës. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.